Mirdita, jam me zotin Demir Rusi, tu në oborin e zyrës së patronato i Nasqizlit, dhe Demiri sapo ka marrë lajmin e mirë që ka marrë pension italian. Italian, po. 102 euro. Tha gjën e parë 102 euro, pra dhe aq i mirë sot si lajm, sepse shuma e pensionit nuk është aq e lartë. Megjithatë, Demirin do ta pyes sa vite punë ke bërë në Itali. 2.8 vite në rregull. Pra 150 settimane i kam shkruar ose si mbaj mend. 150 javë pune. E përkthyer kjo në 2.8 vite, jo tamam 3 vite pune, dhe mori 102 euro pension italian. Këtë pension ne e bëm për me marrëveshjen Shqipëri-Itali që bashkon vitet shqiptare me vitet italiane dhe e merr, se mos ishte kjo marrëveshje do i duheshin patjetër mbi 5 vite punë. Nëse në rastin konkret na mjafton edhe një vit edhe dalim pension italian. Zoti Demir, çfarë moshe ke apo ta pyeta një herë? 73 vjeç. 73 vjeç. Pension shqiptare merr? Po, ma. Në Shqipëri, po. Sa vite punë ke në Shqipëri? 15 vite. Pension shqiptar nuk e kemi bërë bashkë, e kemi marrë shumë vite përpara, por ne bëjmë edhe pensione shqiptare, bëjmë kërkesa për pensione shqiptare. Po nuk e kam ditur. Nuk e ke ditur se normalisht ti ke qenë 65 vjeç shumë vite përpara. Sigurisht ne kemi 13 vjet ekzistenca kësaj zyre, po s'jemi njohur më përpara. Normal. Po kush të njoftoi për zyren? Po thaj nga Milano më thosh, tani në Shqipëri, nga është të migrante. Po shkoj pyetje, të takon diçka të marrësh. Aha. Okej. Ti ke bërë kërkesën në 11, i bie muaj nëntor. Dhe të erdhi përgjigje tani në qershor të 2026, në bazë disa muaj. Erdhi përgjigje pozitive. Në fakt nuk habita që ty të erdhi përgjigje goxha shpejt, sepse ka ata nga njerëz që e kanë bërë kërkesën në korrik të 2025-s, pra pothuajse para i viti, dhe akoma s'kan marrë një përgjigje, ndërsa ty të erdhi shpejt. Fati yt i mirë. Fati i mirë. Po, tani ke parasysh Demir që do bëjmë gjallësën çdo vit bashkë, do të t'i shpjegoj në zyrë këto gjëra, por sot jetë vetëm për të marrë vendimin e pensionit nga INPS italian dhe ta gëzosh. Faleminderit.